Gjergj, të përshëndes. Si paraqitet gjendja shëndetësore e 5 personave të plagosur dhe si ka ndodhur aksidenti, në çfarë thanësh? Në fakt, 4 të plagosur lodhen jashtë rrezikut për jetën dhe janë vendosur në spitalin Renat e Lezhës, ndërsa një shtetëse italiane ka patur plagë më të mëdha, është dërguar drejt spitalit të traumës, por konfirmohet se edhe ajo është jashtë rrezikut për jetën. Aksidenti ndodhi rreth orës 10:01 qerek në rrugën kryqëzore që lidh Lezhën me fshatin Manati. Në fakt, mjeti tip Peugeot, i cili përshkruhet në drejtim të Manatis, është vrasur me një automjet tip Toyota që po vinte në drejtim të Lezhës, pikërisht në një fesë e cila ka pushpamje, dhe këtu duket se mendohet ke qenë edhe shkaku e aksidentit, por sigurisht edhe shpejtësia e lëvizjes së këtyre automjeteve, duke qenë se bëhet fjalë për një rrugë lytësore, edhe normat e në këtë rrugë janë pikërisht të ulta, që kanë sjellë më pas flasin në tokë të dy automjeteve. Si pasojë, 2 drejtuesit e mjeteve dhe 3 pasagerë që ndodheshin në automjetin tip Peugeot janë plagosur si pasojë e këtij aksidenti, ndërkohë që policia rrugore, e cila mbërriti me njëherë në vendngjarje, ka devijuar lëvizjen e autometeve që përdorin këtë segment, e më pas tisi e dhëtimet për të përcaktuar shkaqet e plota të këtij aksidenti. Duket se në fakt nga pamja e parë, në fakt mjeti tip Toyota që vinte në drejtim të Lezhës, ndërsa merr më shumë se kursinë e saj e të pasojë duke Lezhën më të pak Peugeot. E kjo bën që klasën e tyre të jetë bashkëmangshme dhe pavarësisht shpejtësisë edhe jo shumë të lartë në instrument të tillë, në fakt kjo ka bërë që 5 persona të plagosen dhe të dërgohen për në spital për ndihmë mjekësore. Tashmë ka nisur hecimet për të përcaktuar shkaqet e plota, por sigurisht edhe për të parë nëse do duhet që të kërkohet ndërhyrja në të fesë e cila për shkak të fiziksisë ka pushpamje për drejtuesit e automjeteve. E kuptoj. Të falenderoj, Gjergj, për këtë raportim të drejt për drejt, direkt nga vendngjarja.